Goditet një tjetër rast i prostitucionit në Fier. Në pranga janë vënë 2 shtetase të huaja që ushtronin prostitucion në një banesë në këtë qytet që e kishin marrë me qira për këtë qëllim. Sekuestrohet një shumë parash që dyshohet se është përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Sipas njoftimit të plotë të policisë, si rezultati hetimeve të kryera me metoda speciale për një rast prostitucioni, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të DVP Fier në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale arrestuan shtetaset. YY, 30 vjeçe banuese në Kazakistan dhe AA, 31 vjeçe banuese në Turqi. Këto shtetase kishin marrë me qira një banesë në qytetin e Fierit dhe e kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2.800 euro dhe 29.000 lek që dyshohet se janë përfituar nga kjo veprimtari kriminale si dhe 5 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Fier për veprat penale prostitucioni dhe mbajtja e lokaleve për prostitucion.